Kategoria superiore i dha fund të dielën ndeshjeve për këtë edicion, por pa fitues titulli, pasi sipas formulës së garës do të duhet të luajnë edhe ndeshjet e Final Four, që të zbulohet skuadra e cila do të fitojë titullin kampion. Por shumica e verdikteve sezonale tashmë ka marrë formë. Flamurtari i cili kishte rënë matematikisht nga kategoria që javën e kaluar, tashmë do t'i bashkohet edhe Bylis, i cili sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e parë. Ballshiotët humbën duelin direkt me Vorën dhe përpasoj mbetën të parafundit në renditje, pozicioni i cili i çon ata automatikisht në një kategori më poshtë. Vora fitoi me rezultatin 5-2 dhe ishin golat që e pozicionuan më mirë se Teuta, e cila edhe pse fitoi me Egnatian 3-2. U rendit në vendin e 8 dhe me këtë pozicion i bie të luajë në play-out me fituesin e play-offit në kategorinë e parë mes Pogradecit dhe BSS Kavajës. Tirana, e cila rrezikonte gjithashtu nëse humbiste ndeshjen me Elbasanin, fitoi ndaj këtyre të fundit në transfert me rezultatin 3-1, në një ndeshje ku u përleshën dy tifozerit, duke shkaktuar një luftë të vërtet brenda stadiumit Elbasan Arena. Dy ndeshje që nuk kishin peshë të dielën ishin ato mes Vllaznisë dhe Flamurtarit, i cili u mbyll me fitoren e shkodranëve 2-0, si dhe derbi kryeqytetas Partizani Dinamo, fituar nga të kusht me rezultatin 2-1, ku më shumë se shifrat vlen të theksohet fakti që Partizani e mundi rivalen e vjetër me lojtarë të rinj dhe rezervë, duke i kujtuar Dinamos se pozicionimi në katërshe nuk ka qenë aq i merituar prej saj. Me pak fjalë, kampionati i rregullt mbaroi, por gara për titullin do të vazhdojë mes Vllaznisë, Elbasanit, Egnatias dhe Dinamos, ku sipas formulës së parashikuar ku ekipet ndeshen me njëra tjetrën dhe kush merr më shumë pikë fiton titullin kampion për këtë sezon. Deri në këtë moment, Vllaznia e mbylli në vendin e parë me 63 pikë, ndjekur nga Elbasani me 62, Egnatia 57 dhe Dinamo 49 pikë, ndërkohë që Bylis do të ketë dy skuadra në kategorinë e parë. Federata Shqiptare e Futbollit është në hall me rregulloret. Dy skuadra të njëjtit klub nuk mund të luajnë në të njëjtën kategori dhe kjo është taksative, por ky rregull këtë vit do të dojë interpretim ligjor, pasi krijohet këtë herë një rast i çuditshëm me klubin e Bylisit. Rënja zyrtarisht e Bylisit nga kategoria superiore hap zyrtarisht një telash të paprecedent për futbollin e vendit ton. Rënja e ekipit të parë të ballshiotëve, si dhe ngjitja e Bylis B nëpërmjet play-outit të kategorisë së parë, ka krijuar një rast i cili kërkon interpretim ligjor për ekipin që do të luajë në kategorinë e parë në sezonin e ardhshëm. Rregulloria e parashikon që Bylis dhe Bylis B nuk mund të luajnë në të njëjtën kategori dhe se ekipi i dytë duhet të bjerë më poshtë. Por kush do ta zvendësojë atë në kategorinë e parë, mbetet të shihet se si Federata Shqiptare e Futbollit do të veprojë për rastin në fjalë, që nuk ka një precedent dhe as nuk parashikohet në rregullore. Me shumë mundësi, vendimi për mënyrën e zvendësimit të Bylis B do të vijë nga Komiteti Ekzekutiv, i cili është i plotfuqishëm për raste të tilla.